Në vitet 70 të shekullit të kaluar, Jusuf Gërvalla veçohej si krijues në disa arte. Poezit, proza e këngët e tij tashmë ishin bërë pjesë e jetës kulturore të kohës, ku Kosova po krijonte identitet brenda ish Federatës Jugoslave. Por Gërvalla për te i krijimtarisë se durante robërinë dhe për lirinë e popullit të tij punoi çdo ditë deri në vrasjen e tij nga shërbimi jugoslav në janar të vitit 1982 në Gjermani, bashkë me vëllain Bardosh Gërvalla e veprimtarin Kadri Zeka. Të hënën në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës është kujtuar figura e Gërvallës në 80 vjetorin e lindjes së tij. Janë veçuar krijimtaria e tij artistike e veprimtaria kombëtare. Janë dy tipare që përkufizojnë personalitetin Jusufit, të cilat e bëjnë tërësinë e universi unik. Do sa ato janë kundërshtuese në thelbin e tyre, në rastin e Jusufit nuk janë të tilla. Në një anë është Jusufi lirik, me një afinitet për shprehjen e artë, madje në disa arte, e në anën tjetër Jusufi dramatik, luftarak, vetflius, i përkushtuar ndaj idesë së përgjithshme kombëtare. Në organizimin e bibliotekës, Ministrisë së Kulturës e Teatrit Kombëtar, në nderim të tij janë recituar poezi të Gërvallës dhe është kënduar kënga e Bilbilit. Veprimtaria patriotike është parë si frymëzim. Jusufi nuk ishte vetëm shkrimtar, ai mbetet simbol i ndritur i historisë sonë politike, me guxim të rrallë, vedije të lartë kombëtare, fundi të jashtëzakonshme, ai u bë pjesë e përjetshme e rrugës sonë drejt lirisë. E bija e Gërvallës, ministrja në detyrë punëve të jashtme, Donika Gërvalla Shverc, ka pasur një thirrje për të gjithë. Ju lus juve, i lus të gjithë ata që na ndjekin edhe përmes televizionit, që nëse ka një element që mund ta nxjerrim nga figura e Jusuf Gërvallës, atëherë do duhej që asnjëherë të mos pushonim siç nuk pushoi as ai. Të përpiqemi të gjejmë rrugët, të gjejmë mënyrat se si të gjithë së bashku, jo të përçarë, por të gjithë të bashkuar, të bëjmë çështje më e mira për vendin tonë dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. I lindur më 1 tetor 1945 në Dubovik të Deçanit, Jusuf Gërvalla, megjithse u vra në moshë të re, veç 36 vjeç, i ka lënë artit të Kosovës vepra që janë pjesë e ditëve të formësimit kulturor të vendit. Figura e pikpamjet e tij kombëtare mbeten frymëzim për bashkëkombësit e idealistët.